Familja 5 antarësh e Bajrami nga Tërpeza Vitis e humbi vajzën Lea në Graz të Austrisë, ku këta jetojnë për një kohë të gjatë. 15 vjeçarja u vra bashkë me 9 të tjerë brenda një shkolle ku një ish nxënës i këtij institucioni shtiu me armë në ta, para se ta vriste edhe veten. Edhe shumë të tjerë u plagosen. Për ta ngushtuar familjen e ngushtë të Leas të mërkurën për Austrinë udhëtuan edhe familjarë të tjerë. Ata i thanë klanit se ka vizituar edhe trupin e viktimës, por nuk dihet ende data e varrimit. Ndërkohë jo vetëm Tërpeza, por e gjithë Vitia është në ditëzie. Kjo sepse vetëm në 2 ditë paraprake e humbën jetën edhe 2 të rinj. Vetë se rasti i Leas si kryetari i komunës tha se ka tronditur të gjithë. Gjatë mërkurës me vendim të Haliti, flamujt e institucioneve komunale u ulën në gjysmështisë dhe u pëzulluan të gjithë aktivitetet kulturore, sportive.